Përvojtri që shpirti shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë. Po në katolik çdo festa kena. Na e premtojmë çdo vit, si këtu si në shtëpia. Rëndësi ka të punë vetë që apo meritat ka e që ka bo, pak se ai është kryesori i kësaj pune. Se ka bo ta që të punë, që dalë shto kënaqesh, ka lezet vesh me pa këtu, në rreth e përqarë Kunsill, shef gjithë në Shqipërisë. Kjo është një fest popullore, është një fest e të gjithë zonës, është një fest sidomos sot që kjo festohet në këtë mal të shenjtë që të gjithë edhe kanë kontribu për të rindërtu këtë shëjtore, këtë kish. Kontributi ka qenë i të gjithë zonës, të gjithë fshatra që në përreth, të gjithë populli, dhe sot mlidhen të gjithë e përkujtojnë këtë shenjt Aleksandrin, ose shenjtin e Shlertër, si që themi ne. Kjo është një vend turistik nga vetë natyra, kjo është një mal është mali pothuajse më i lartë ku shefet që nga Shkodra, nga bushati i Shkodrës deri në Durrës, në Krujë, po të shohim në linje, shohim deri në zonat e Mirditës së të Matit. Është një vend piktoresk. Po kjo është shumë e rëndësishme, se çdo vend i kësaj natyre ka rëndësinë e vet, në shpirt, në mendje, në gjithë. Shëndeshtri, i njohur si Shëndeshtri Romak ose Shëndeshtri është Aleksandri Kolematis, biri i shenjtës Filiçit, i shekullit të dytë pas Krishtit, 165, i 7 vëlla që u martirizuan, i festuar në zonat tona, këtu në familjen e Jezusit Varjut Mirë, në kodrin e Bokjanit të njofton. Është një shenjtë shumë i njohur edhe shumë i lutur, edhe një shenjtë shumë i nderuar në lindje dhe në perëndim kishën ortodokse dhe në kishën katolike, edhe për ne, për prullin, për spiterin, për krejt familjen Jezusi Varjut Mirë. Ky shenjtë ka një veçanti dhe një rëndësi të madhe sepse, siç e thatë edhe vetë, paraprakisht më rrin të i bashkojë të gjithë njerëzit nga gjitha anët dhe të frymëzojë me jetën e tij. Kështu që është një frymëzim për të dëshmuar e së pari vlerën e jetës, e së dyti është një dëshmi edhe e faljes. Shën Aleksandri ka vdek pikërisht me këtë fjalë në gojë. Unë nuk njoh tjetër të vërtetë përveç se të vërtetën e Krishtit dhe i fali ata që më përsekutojnë. Mendoj se është një frymëzim për kohë tona kur njerëzit nuk e kanë alfabetin e menaxhimit të ndjenjave dhe shpesh herë ndjenjat e urrejtjes marrin e përsi. Shën Aleksandri mendoj se vahet një frymëzim i vërtetë për të gjithë ne. Çështja e kësaj feste, e cila është kthyer në pelegrinazh jo vetëm për banorët e kësaj zone, por edhe për banorët e tjerë të qarkut të Lezhës, kërkon një investim në lidhje për sa i përket të rrugës, e cila është një rrugë e vështirë, por njëkohësisht këtu ka filluar edhe ndërtimi i bujtinave dhe është, siç e shihni, është një zonë turistike me shumë resurse, të cilët mund të afrojë burime të mëdha financiare për banorët e kësaj zone, por njëkohësisht edhe për të shijuar bukuritë e kësaj natyre. Të marrin masat për ndërtimin e kësaj rruge në drejtim të kishës, por njëkohësisht për t'u ofruar edhe infrastrukturën e nevojshme të gjitha bujtinave të cilët janë të ndërtuara ose janë ndërtim me sipër. Ju uroj gjithë banorëve të kësaj zone gëzuar festën e Shëndeshtrit, e cila është një festë shumë tradicionale, por që është një festë e bekuar për gjithë banorët e kësaj zone.